Mario Mitaj u la jashtë listës dje nga Laurent Blanc, ndërsa Al Ittihad priti Al Nassr në kampionat. Diçka e tillë ishte paralajmëruar më parë për shkak të limitit të lojtarëve të huaj që lejohen në skuadër. Dhe Mitaj ishte një ndër të përzgjedhurit e trajnerit francez për t'u lënë jashtë. Zgjedhjet e Laurent Blanc dje nuk kanë rezultuar të duhurat. Kampionët e Arabisë u mposhtën në shtëpi nga pretendentët e Al Nassr 0-2. Golat e Ronaldos dhe Manes vendosën fatin e takimit që në pjesën e parë. Pas 4 javësh të luajtura, Al Nassr merr kreun i vetëm me 3 pikë më tepër se Al Ittihad. Kjo nuk është hera e parë që Mitaj mbetet jashtë listës për këtë shkak. 22 vjeçari ndërkohë mbetet mjaft i vlerësuar për krahun e majtë të mbrojtjes, ndërsa numëron 26 paraqitje me klubin arab.